Përshëndetje, jam Zana e Yjeve dhe Ylberit, bashkë me Klaritën. Sot do fillojmë së bashku prallën e parë të rubrikës 366 pralla për shpirtin dhe për zemrën tënde. Ju lutem, qëndroni në një vend, ose në qoftë se është ora e darkës dhe dëgjoni këtë prallë, mbyllni sytë me qetësinë tuaj dhe dëgjojeni me vëmendje. Pralla e Zanës me shkopin magjik. Dikur në zemër të një pylli të qetë, jetonte një zanë e vogël që quhej Alma. Alma kishte një shkop magjik, të ndritshëm, por jo për të bërë trik, as për të zbuluar botën. Shkopi saj kishte vetëm një qëllim: të lironte emocionet e njerëzve dhe t'ju jepte lehtësinë në shpirt. Çdo mëngjes ajo dilte nga shtëpia e saj, prej petalesh dhe dëgjonte me kujdes frymën e pyllit. Kur një njeri humbiste rrugën, ku një zemër mbahej fort nga frika apo trishtimi, Alma e ndjente si një fije drite që i prekte zemrën. Një ditë, një vajzë e lodhur nga dhimbjet e jetës u ul pranë një guri dhe qau në eshtje. Alma u afrua, i vendosi shkopin magjik tek dora dhe i tha me një zë të ngrohtë: zemra ime dashur, emocionet që mban nuk janë në faj, nuk janë në barë, janë në thirrje. Le t'i lirojmë së bashku. Dhe kështu shkopi në duart e saj filloi të ndriçonte ngadalë. Trishtimi u shndërrua në një lumë të lehtë që rrithte poshtë, ndërsa zemra e vajzës u bë më e lehtë dhe më e qetë. Kur u ngrit, ajo u zgjeshi për herë të parë pas shumë ditësh. Alma i tha: magjia ime nuk është në shkop, por në guximin tënd që arrite ta hapësh zemrën. Qatë ditë, vajza nisi të tregonte edhe të tjerët për Zanën që kishte shkopin magjik dhe bënte mrekullira. Dhe shpesh, kur njerëzit e ndjenin shpirtin e rënd, mbyllnin syt dhe e kujtonin veten dhe thërrisnin Zanën e Yjeve dhe të Ylberit që të shkonte pranë dhe me shkopin magjik të bënte ndriçimin e ndjenjave të tyre dhe t'ju mësonte që edhe ata kanë një shkop magjik të tyre, veçse duhet që ta aktivizojnë, që të bëjnë dhe ata mrekullira për veten e tyre dhe të hapin zemrën. Kjo ishte pralla për sot. Mesazhi i prallës: çdo qenie ka një dritë të brendshme që shëron. Lirimi i emocioneve nuk është dobësi, por është forcë. Magjia e jetës ndodh kur i lejon vetes të mos mbash më atë që të rëndon. Secili ka mundësi të jetë zanë për veten
dhe për të tjerët, se kur hapet një zemër, ajo ndriçon, dhe të gjithë njerëzit janë pranë, marrin nga ndriçimi. Edhe kështu, mësojnë dhe ata si të ndriçojnë. Pyetje reflektimi për ju që dëgjuat prao. Mund të mbani dhe një fletore, të shkruani dhe të përgjigjeni në kohën tuaj dhe me lehtësi. Sepse të gjitha këto prallat janë këtu për të ndihmuar të shërosh shpirtin dhe zemrën. Pyetje reflektimi. Cili emocion i fshehur brenda teje ka nevojë për dritën e shkopit magjik që e ke mbajtur të fshehur? Emërtoje. 2. Në cilën pjesë të trupit tënd e ndjen më shumë këtë tension? Çfarë do të thotë ai tension? Bere dorën në zemër, tek pjesa që të rëndon dhe lidhu me trupin tënd, sepse atje qëndrojnë emocionet. Ai emocion që ka blokuar atë energjinë tënde që nuk qarkullon. 3. Nëse ti do ishe zan për një moment, kë do donje të shëronje sot? 4. Çfarë mendon se të pengon të jesh plotësisht i lirë e lirë? Dhe 5. Çfarë ngjyre do të kishe ti po ti shndërronje emocionet në dritë? Përgjigju këtyre 5 pyetjeve. Nëse do udhëzimet të tepërta, mund të më shkruash në WhatsApp, Viber, Telegram tek numri 0030 699 321 46 37. Jam Merita Cake, terapiste energjetike, shkrimtare për zhvillimin personal, zgjimin kolektiv, trajnere mësuese për të ndihmuar të lirosh dhe ndjenjat e tua. Mund të punojmë në individ, çfarëdo moshe që je, dhe në grupe. Jam këtu për të gjithë ju. Dhe tani dhe një ushtrim tjetër. Vizato zemrën tënde. Thërite tani zanën e dritës. Dhe thuaj të sillin të gjitha ngjyrat aty. Merr kohën tënde, një fletore vizatimi dhe qetësohu. Dhe ndjej dashuri, shpresë, lirinë dhe dritë. Dhe tani vizato një vizatim të thjeshtë, të pastër dhe të sinqertë, si zemra jote do të hapet nëse ti do kishe qetësi, dashuri, shpresë, të ndjenje liri dhe dritë. Cilat ngjyra do përdornje për secilën nga të gjitha këto emocione? Nëse dëshiron, mund ta më dërgosh dhe vizatimin tënd në Telegram, në Viber ose në WhatsApp tek telefoni që ju thash më poshtë. Më falë më lartë. Dhe nëse dëshiron të lirosh një emocion që e ke mbyllur dhe nuk e ke parë deri tani, mund të marrësh të vesh dorën në zemër ose në pjesën që ke bllokimin dhe thuaj vetes, të pranoj, të shikoj dhe preke trupin atje ku ndjen emocionin. Në të njëjtën kohë thuaj brenda vetes, unë të dëgjoj, të kuptoj, tani mund të largohesh, e ke kryer detyrën tënde. Merr frymëfell dhe lirohu dhe të shikosh që do qetësohesh. Për më tepër mund të më shkruash. Ju falenderoj dhe shpërndajeni këtë video dhe në fëmijë të tjerë dhe në prindër të tjerë.